Mjekja shqiptare në Londër ngre alarmin, tregon përse nuk duhet konsumuar asnjë lloj mishi. Brunilda Pura, mjekja e familjes e cila punon në Londër, shprehur se nuk duhet të ham asnjë lloj mishi, madje edhe peshk, dhe ti zëvendësojmë këto ushqime me ushqime bimore që zëvendësojmë vlerat e tyre ushqyese. Ushqimet e gatshme janë shumë të përhapura. Kur u ritëm ne nuk kishte sufllaqe, biskota blije një herë në javë ose 2-3 javë. Tani, çdo gjë është me sheqer dhe yndyrë. Dieta ka ndryshuar në shumë vende. Kush hante mish kohë më parë? Rrallë herë në përdasma njerëzit thanin mish, se nuk ishte. Unë nuk e rekomandoj mishin. Çfarë do lloj mishi, as pul, as mish të kuq. Unë nuk gatuaj mish fare në shtëpi. Peshku fatkeqësisht ka shumë probleme, ka sasi të lartë gjive dhe toksina. Nëse peshku rritet si duhet, është mirë, por jo siç rritet tani. Ka shumë ushqime që mund të hani në vend të mishit. Njerëzve që janë me diabet, prediabetikëve ose që vuajnë nga mëlçia, u them të provojnë vetë disa javë këtë regjim dhe ta vendosin nëse do të marrin ilaçe gjithë jetën apo të heqin mishin dhe të fillojnë bizelet dhe thjerëzat dhe të marrin proteinat nga këto ushqime. Duhet ta vendosin vetë. Këto janë opsionet. Nëse ha bizele, patate është më e lehtë për tu ndier i ngopur sesa me sufllaqe, biskota dhe byrek, që nuk ngopesh sepse nuk e marr elementet kryesorë të ushqimit. Të hahet sërish ushqim sepse lëvizin nivelet e sheqerit dhe hormone të tjera. Nëse ha ushqime nga bimët, ato që kanë fibra, trupi i tret më ngadalë, ri i ngopur dhe ti ndihesh i ngopur për një kohë të gjatë, ka thënë Pura.